Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirë shikues të emisionit pa titull në TV Brief. Filluam me edicionin më 3. Sonte me neve është një reper i ri në skenë, po ka gjë premtues, ka gjë fitues. E kanë zonë vendin e parë në rap battle, e kena thonë përpara, është emërtohet Palin Fjalësh, e cila organizohet prej i Goqirit Bimbima, është në organizimin e Red Bullit. Aty fitues është ky reper që sonte me neve këtu është Bjondi. Shfrytëzoj rastin me thonë Bjondi, faleminderit për kohën edhe pranimin që më kon pjesë këtij emisionit. Faleminderit për ftesën. A na tregon pak Bjondi, kush është Bjondi? Një prezantim për Bjondit për ata që se din Bjondin. Emrin real e kam Art. Po Bjondi është i mahollës. Jam djali i ri 23 vjet për i Prishtinës. Për i Prishtinës, okej. Edhe reper i ri. Reper i ri. Fituesi i Palin Fjalësh, apo? Po. Apo na tregon pak çat ndjesi pse pranove me marr pjesë, edhe çushkaja ndjesia, mushtim me dikon. Okay. Për ball, edhe çu pritën, e di që keni zonë vendin e parë, po çu pritën për shembull masa. Ndjesia u konë atin fenomenal, do me thonë s'ka krahasim me qatë sen. Po puna është në një s'këm dosh me marrë pjesë heq, po Bimbima, atin të më bu pak presjena, është të më bu merë pjesë, të stimulu me marrë pjesë. Po fix, të më shti me zajë. Edhe, po thëmë hajtë provoj, atin letë bot, qatë bot. Për ndjesi u konë, për një me u konë fenomenal dhe jam prit shumë mirë për publikut. Se publiku nuk u konë ashtë shumë, që shme thonë, gjykus, po ma shumë u konë supportus. Ma shumë të kanë supportu edhe nëse, nuk po foli veç për veti për edhe për ketë, edhe nëse nuk e dit, adem të kanë hajperat, ashtë mos me të lanë mu lidhë. Ose se, që shme thonë, e ki me ronde këthimet, ose? Me? Rondet këthimet. Nëse për shembull ka artista që s'kan pas qaf me pas rondin e këthimit, kejt, atin bu ne. Me sa vetë ka ra për shembull që aty në atë... Mu më ka ra me 3. Me 3. Trevja ki palu fjallë? I kom palu fjallet. Jo, po, me Uranin edhe 2 repera të Shqipnis. Wicked K, edhe... O, me shqit vesha jo, dialekt. Ata jënë fenomenal, kështu ato shumë profesionist, ose thujnë adin, jënë Shqipni dialekti, jësene... Më kanë susë, edhe ata me të po ndrejt, me i kanë po ndo fjallë. Viq, apo më të reganë, për shumë, kër e more, tash me dalë për herë parë, me dika mu balafaqu, në Palin Fjalësh, edhe apatë flutra mrena në bark, ato ishe qysh po dala... Jo, rondin e parë, kështu me Uranin, tamën, se për mua hera parë dhe para... A me Uranin mas pari ki pas? Me Uranin fix, për mua hera... Që ne përshëndesëm Uranin, se u kom pjesë e këti emisioni. Ma i sharti. Kom shumë shak Uranin. Qysh me thonë, rondin e parë këm pos panik. Adin, herën e parë, kështu, 8 rreshta i këm thonë, të reperi e konve, 8 rreshta i këm thonë, të mos marrë fërim heq. Adin, po kështu, se... Atë nësi ke masa për shumë të thonë, wow, të bërtit. Po. Atë e për ke qatë farë stimulime që me thonë fjallë tjera, mos mu nalë për shumë gjatë barrel. Shumë, adin, bile mu me thonë që mosë më ka shti me thonë fjallë ma shumë se... I kumë posë adin 2 opcionin kryu, ja me jetë s'krejt, mu që u kirat, do me ty të poshtë. Ja, letë bëhet qatë bëhet, adin. Po u konë, po puna me shtirë u konë, qysh me thonë, aty kina posë edhe të shkryume, nuk u konë 100% freestyle. Qa ta desha me të veta, u konë shkryume, u konë taman, no? U konë gjys me me thonë. Pjesa me shtirë se kur janë njës me repovot në kry tënë, adin dë...
Po mirë, bjon ti po thuaj koni shrume gjys. Po. Nëse për shembull ti ke shkruajt për një diçka, edhe ai kundërshtarit ka thonë diçka tjetër, a o desh mandena me ndërlidh me çat Po, fix. kundër Fix, ajo u dosht. Se na është ato që i bën shkrume ka mujt me dal këtë pi sistemit. Fix, a den nëse kisha shku ketë me të shkrume, kisha S'kish pas kuptim. fix, kish po kujt pja thëma, a den. Pjesa më vështirë u kon më janë ndërlidh ose më ja përmend emrin, a den. Tani mi bë rima që fix. E që ajo kom pjesa më e vështirë menoj unë, se edhe kjo trema pej publikut, ajo kalën adin. Po kalën, rondin e port kalën me një herë, adin mos se një është si në shpetone. Po që ajo muj me thonë që ju kom pjesa më e vështirë, se kur i thu se në kryvi që është vetën të blokuar. Po me rëndësi që ki dal triumf edhe ki nxon vendin e parë. Faleminderit. Çka është shpërblimi i asajna? Shpërblimi është, e kam studion e Red Bullit një javë ditë, Një javë ditë. një javë ditë, ose në Tokyo, ose në Los Angeles, ose në Paris. Okej, në studio. Në studio fix. A i bjen që ti ki me zgjedh një unë për qëtëve treve, a ata kanë me zgjedh? Nuk e di, besoj që ata e zgjedhin, adin kudo që të shkoj, Aha. super është për mu. O nuk ti ki Po me qekta, po me shpenzime me ketë, veç ketë. kemi shku me jo një kangë, po për një javë sa do që të ka kohë. Fix. A jetu i prej galit për shembull? Po, e kam njësë me bo një album, por atje, po e kam edhe një album që kam e qitë qëtash, e jam të punu si me thonë më ranë për 2 albume me një... Njëjtën koha? Njëjtën kohë, fix. Edhe po munësh, apo? Po. So vullnetja s'ka? Shumë vullnet, kam edhe punën e studios jam shumë i disiplinum, adin, e kam, Studio. si për shembull me shkru, e kam qëto detit së mështë. Kesh s'keshën ta, adin. Po. Nuk e, që me thonë, nuk e pres inspirimin mo me ordha, adin, po e njeki një farë mënyre. Bukur shumë. A pengojnë një kangë për teje, edhe Okej. mandena po kthejmë pjesën tjetër të intervistës. Me çka po shkojnë? Okej, që kjo kongë është pjesë e albumit, po veç e kom qitë pak ma herët, si me para lajmëru, e kam një Lule Bor. Lule Bor. Hajde, po shkojna me Bjondi dhe Lule Bor. Tu ishe fitur malen kodër, tu i brek lulet gjithë me dorë, veç një kopsht ma të bukrin shkodër, ty të gjeta Lule Bor. Tu ishe fitur malen kodër, tu i brek lulet gjithë me dorë, tu ishe fitur malen kodër, ty të gjeta Lule Bor. Tu ishe fitur malen kodër, tu i brek lulet gjithë me dorë, tu ishe fitur malen kodër, ty të gjeta Lule Bor. Logjët e vorë, fëna vojzat e posuna Vipi veni ku ko vrosje për tordhë Na i vugël e kum posi Shtë sa në koni qmëm është tirë me qit një dolje Nëse hengit labirint Kom kujdas ku jem të ec Voj me shkil ngosa mlume Kur i shëtë m'kesh I kan moskat e vnume Si me lin kish Jën me focat pak zume E qtë dit prish Kur janë shoncat për humbje Lakmin e kan smundje Smujn me vazhdume Vetmin e qëtësin që e min Si ku shurme Kan besnikrin e dashnin Me lëkundjen për kundje Pin edhe rrin Tu jetu me t'kalu me tu munu me najti fort Në për rrug me predator Skena të shumtume kur jem po dru me banort Su një besun shumë beta Kur e jeta dorëm dor Me një lule qëll prambera E gjepat me lule bor Tu ishe fitur malen kodër, tu i brek lulet gjithë me dorë, tu ishe fitur malen kodër, ty të gjeta Lule Bor. Tu ishe fitur malen kodër, tu i brek lulet gjithë me dorë, tu ishe fitur malen kodër, ty të gjeta Lule Bor. Dite rena fokere dhe ly bashim se morim frym Shana ndryshe dokën kër eshe botë Pe një gjomit tym Shkën njëm për realiteti Për rejti jen pa pëlqym Tu shqym Me u rejtin jen tegër për pak shqym Pas qyre shet vërtetën Qata vetën s'doj me kësyr Ta kësyr gjami jetë pi kondi tjetër Për qam me bove në gjame në gjyn Që si shty realiteti Kurioziteti i për lyn Ja u gryn trunin derit luni Si se ki ku lekit vyn Shfas dhe ki ku letën Do sa tjetër vdekje prurse Me lu me ki tjetën Si me vetër u letruse Vetin për fundimin e këti film
me vallëzimi, me djallin s'non lët kur, qa ta thuj kur pe fillimit, kur njerëzit nuk jem vetja, nka ës nuk ka rregull, qysh po prat me po, kur pomjen e kam jegull, cilin lullet edhe dimnit bjem por edhe verës, bora është në kese, lullet jënë në tegull. E ngun pra dhe lule bor prej Beyondit. Është ky sample na dikon i marrën? Sample është, po është, qysh me thonë, Në reverse, është e ribome prap. Okej. Është e ribome se shkaku edhe i kualitetit e sene. Po. Kështu po t'ingllon kogja si pak underground, nëse se gabim, apo? Është pak. Që një not 10 që ekipe anës teme, sa ma shumë këmë pas qef në underground. Pse në underground edhe ata mërmenjat që ka mujt me pas deportim të masa nesër, si tu i bo kongë që për veti, po i tu i bo që nesër mi plasu edhe para njerëzve. Puna kur... Që s'mu shka me gjiki për shumë. Kur bëj konga din, nuk e këshyri... Një farë vakti e kum këshyri a ecë, a secë, po... Sa ere kum këshyri që ajo muzikë një farë mënyre, nuk e kam rri potencialin që... Që i ki lypti. Që e kum lyp edhe nuk u konë... Nuk më ka pëlqy një farë mënyre. Adin, unë s'jëm doli i knasht me produktin tem, thjesht kongën e kum bo që mu ka duk që qashtu thjesht e ka lyp, adin. Edhe është pjesë e albumit. Tash albumi është me koncept, është i ndomë në 2 pjesë. Edhe kjo underground, edhe pak ma mainstream, pak ma moderne. Po puna është që me qëtë album ma shumë po du mu konektu me mosën, me ja pak informacione personale, kur i qa bëj, ka komec, mi jap mundësi publikot mu konektu me ty, jo veç me impres në farë mënyre. Po të marrë vesh. Në album, kush ka me kohën pjesë i këtij albumit? Nuk e kam as një feature kështu. Me kërkon heq? Në qëta jo, edhe arsyeja u konë që une është si debut album ashtu, edhe tash do na mu prezentu në të masa një farë mënyre, me mnjoft pak a shumë, e me bo featuring, nuk mu ka duke arsyeshme se thjesht, që ajo është, si me thonë, projekti jam që kjo projekti jam mas serios që e kom bo dhe i shitashe, po du me konë 100% në aty. Po ti reper i rinë në skenë, po thonë kushtimisht. Edhe ty definitivisht vy një mbështetje për shembull për njerëzve ose reperave cilët janë qysh matin këtë farë biznisin e muzikës, e deportimit e çka po ta dione. A ki mbështetje përveç Bimbimës që ka dhonë hapësinën edhe ka organizuar që ta palin fjalësh edhe në intervistën e tina. Sa ki mbështetje prej reperave që janë ma moti edhe që e din qysh me deportu për shembull? Kohëve të fundit për kroja edhe pej OG-ve ja ka nis me mushtu shumë. Ma moti nuk e kom pas, po besoj që s'jem kon adin s'ju kom dollë për para. Si i rënë sy, po? Fiks. E kom testu Ergenin, Bimbimën, mësë jarra jam një najkujna, Cyanoidit. Cyanoidit, okej. Majkit, Majkavelit. Nice. E tjera. Do një kini mbështetje që me të regu paka shumë ku mu kap. Paka shumë një farë supporti, si kem moral, si kështu, po e kom një farë supporti ka gjatë mirë pe i tyne që jem shumë i knasht. Shumë mirë. Kanë kuj du ju bo? Kush për t'i jep? E kom studion tem. Okej. Edhe keq që aty do me thonë, ketë projektet që aty nisin, që aty mbarojnë. Do në komplet për ASDJ që aty bon këta? Për ASDJ, veç naj montaj, naj sen. Që nuk i di këtu pu mbash mirë. Po. Nuk i kam në ndorë, se kështu për mixit, masterit, ketë. Palin fjallë për shumë apo këtejna prapo si në rima. Do shme konë shumë një dhunti me pas, përveç dhuntis shumë t'nimon edhe me lexu. Fiks.
që me mujt më pasinu me fjalë me rima. A jeni njeri që lexon shumë? Nuk lexoj libra, Po. po kështu halla lexoj këgja artikuje Sa sene. me lexu është Unë koncepti. menoj, unë pajtona qëtu me ty, po edhe menoj që të puna e rimave veç me shkru. A din, shumë me shkru, edhe nëse ki me shkru veç e rima, shkoj, punoj, jetoj, Okej. a din, Po. se kur të vinë puna freestyle, nuk ki nevoj me menu cila është e rima e radhës të e ki se muscle memory, ta mën memoria veç të vjen naturalisht ajo. Okej. Nëse veç shkërun kështu, Do se të cili. para përgatit të shujt në stop. Fix, nëse- Veç përfundimi më konë me oj, ose moj, me ose oj. shkoj, po. Po tani vinë vetë Varet lidhen çu lidhen ato. njëna me tjetrën. Bile e kështu Shahiri Mek nëse një, top of the head, si me thonë pe publikus ja merr 3 fjalë dhe bën freestyle me to. Okej. Edhe e kum provu që ato se shkruaj shumë edhe nuk është qaq e shtirë sa e bojnë njerëzit, a den. Do të është Është praktik ma shumë, a den. okej. Se nuk i nevoj me menu. Që kjo tripin top of the head njerëz menojnë, edhe zakonisht e thojnë një fjalë po bllokojnë të tjetra ose menojnë qysh me bo trupin, atë vish dush me vazhdu, pak a shumë. E po ty do të thonë nuk është në fart të lashë e madhe kjo punë, se e ke bëni përvojë të shujt në stop që Po, nuk komenu. fix, vish vjen naturalisht një farë mënyre. Si gjeneratë e re e hip-hopit, shkolla vjetër ka ndryshu pak, edhe muzika e hip-hopit, puna e biznesit ma shumë komerciale, që apo ta dijone. Po jeni një grup, qasa ka mujt me kuptu, që pirini besnik originalitetit të rapit. Sa jeni të organizu ju shkolla e re, për shambull? Torgan. Po. Heq. Heq, Jo, Pse? Ja, hajgaren, nuk e di, moj me fol vish për vete, po e menova fjallën mu mbledh bashkë, me mujt me organizu Ah. diçka bashkë, në qatë Po kuptim. mëre, jena shumë të lidh njoni me tjetrin, me këshyrë kështu. Po, Si supportin e moshatarëve të mi, ose kolegëve mi ju thonë, e kam kështu edhe e kam pe meje, bra, pa pik dyshimi, bra. ose pa hezitim në i sens. Se e dhe më thonë shumë për juve. Po, normal, edhe sa keq. Së keq. O bjën të, nëse këthejmi tash je në fokus të muzikës, të karierës, gjithë shka tjetër, ata merr mene që kime mujt me mbjetu në hip-hop, ose a kime pa vetëm as një kohë e dykon tjetër, a veç besnik dhe hip-hopit. Gjithë kam e kom pjesë e jamja hip-hopi, po nuk do me thonë që s'ko me eksperimentu edhe Edhe në pjesë zhondre në zhanre tema. tjera. Okej. Në qka je për shkak në zhanre tjera përveç? Për Hip-hopit a... shembull, mu personalisht, kështu atin Po. kitë bojnë ajgore me mu, po reggaetonin pëlqen fort, Okej. ose R&B-ja, po personalisht hip-hopin flen ma shumë, për kësha pos, unë me knu nuk di na i sen, di me bo na i vi melodikin, na i sen, unë me repovo di, për që ta, ku shumë një, Shumë mirë. po besoj që kom në të ardhmën, nashta edhe kom e eksperimentu, nuk i di e tjetës. Si dihet jetë. Kur e ke nisë me ngu hip-hop, kush ka frymzu ma shumë që ke vendos mu fokusu te hip-hopi për me kriju rap? Okej. Është rapi johan, është rapi jashtëm? Unë mas pari jam mjoftu me rapin Amerikan, Eminemin do me thonë, nuk konë starting point. Starting, okej. Tani këta reperat e tjera Amerikan nuk konë që i ka përmen bile Eminemin të la collapse, tani kom hi Tani basa sa ne ki ngu tjerë. kom hi kom gu, tani këta i kam pos beef me ato e qështu. Eminemi u konë starting point, po edhe reperat e këtu hit, si Bimi, Taste 2, Ergeni, Kanë frymzu shumë. mos të harroj edhe Po, ma dhe, okej. Eleneli u po. konë reperi por shqiptar bile që e kum ni. Oh, nice. Qëta jënë konë besoj, nëse se Që e marru pjesa, nga i po. kanë, jënë konë këta që më kanë inspiru, më kanë unikatili për shembull. Që jënë konë që më kanë inspiru për një me bo që ashtu, me thonë, edhe unë po mojsha, po bëj ka, den. S'ko ka probleme me mujtë, kur të donë. Jëndë na veqena në fund të këti emisioni intervjisës, edhe kje kënaqësime të pas, Faleminderit shumë për edhe ftesën. të uroj sukses, edhe sa më shumë këngë në Los Angeles, në Tokyo, ose në Paris, kudo që kemi shku. Faleminderit shumë.
Shikues të nderuar, kaq ke për sonte, na ndëgjohemi dhe shihemi prapë në emisionet e radhës. Natën e mirë. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.